Për këtë flet ky, se ka rënë dakord me Ramen, kanë mirëmbajtje të supervizion, i ke hapur ti, e po një do ta marr edhe shifeni vetë. Nuk mund ta shqiptoj. Shjo çfarë gjuhë. Prit dhe pak, ti çoj fjalë atij që kërcënon me SMS. Kreu i Partisë Demokratike ka publikuar përgjime të reja nga hetimet që lidhen me zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Edhe pse Berisha i lidhi fillimisht këto përgjime me tendrat e Unazës së Madhe, materialet në fjalë kanë të bëjnë me një seri tjetër procedurash, konkretisht me tendrat e supervizimit të mirëmbajtjes dhe performancës të ACV kombëtare. Në komunikimet e përgjuara, Balluku shfaq hapi dhe pakënaqësi ndaj Ervis Berberit dhe hapjen e disa tendrave supervizimi dhe veçanërisht për faktin që ato janë të parashikuara me afat 3 vjeçar. Sipas dosjes, në datën 17 mars 2022, ministra i dërgoi Berberit një fotografi nga sistemi elektronik i prokurimeve, ku renditen 4 procedurat të autoritetit rrugor shqiptar, të ndara në 4 lote rajonale, që mbulojnë veriun, qendrën, jugun dhe juglindjen e vendit. Në vijim të bisedës, Balluku shpreh shqetësim për hapjen e këtyre procedurave, duke vënë në dyshim nevojën për supervizion të kontratave të mirëmbajtjes dhe duke nënkuptuar se njëra prej tyre ishte hapur me interesa të paracaktuara dhe për miratim të nivelit të lartë politik. Tendri u zhvillua më prill të vitit 2022 me një fond limit total prej 1.84 milion euros, ndërsa fituesi u shpall në fund të qershorit. Loti i parë u fitua nga bashkimi Arsi Space dhe AV Consulting, loti i dytë nga Net Group dhe SWS Consulting Engineering, loti i tretë nga një kompani konsulence, ndërsa loti i katërt nga A&E Engineering. Nga analiza e fituesve dhe lidhjeve të tyre përjashtohen disa subjekte duke ngurësuar fokusin te kompanitë e lotit të parë. Dyshimet shtohen nga referenca në përgjime për një rreth mediatik që ka çuar në spekulime se përfituesi real i tendrit mund të ketë qenë një pronar i fuqishëm mediatik. Ende mbetet e paqartë nëse SPA ka identifikuar personin apo interesin real pas këtij tendri, por rasti ngre pikpyetje serioze mbi mënyrën se si ja menaxhuar fondet publike.